A për dini që kesh djetë ajo rruga skandaloze në Gjilan që i shem dhe jo? S'ka ndryshim, s'ka sinjalizus duhur, nuk ka kur gjë, do të thonë rrezik permanent. Këqërën e tash kur e thira zëvendës ministrin e infrastrukturës, zotin Hysen Durmishi, edhe kur e pyta kur ka mu intervenu, që kam tha? Nesër gjatë ditës pastrohet aty komplet. Do me thonë veç 24 orë ma vonë, më ka thonë që ka mu intervenu, 24 orë kanë kalu, hajde shkojna bashk. Njerës, kena orë të vendi në gjarjes, që ashtu qysh nga ka premtu zëvendës ministri zoti Hysen Durmishi, këto është tu intervenu, që kemi, si e? Qish po kalon? Apo lodhash? A je merresh me punimet këto? Po, merremi me punime, jena të e liruar trokën që është shem këtu. Edhe jena të e pastruar, të e liruar trokën. Prej djeshit, pesheni troka është duke u pastru komplet. Do me thonë komplet u kone në zone kjo pjesë. Dje kur kemi qenë për vizit, i keni po mjetë fillim të storjes. Ka gja përmbushse, satisfying kështu, me po të u pastru rruga, sët kjo gjatë ditës, lëshohet, a? Njerës, ju që u thëni prej Gjilanit, do me thonë, ta keni parasysh që prej sët, dikur pas dite këto largohen konat edhe logjistika, kanë me qenë 2 trokat e hapura.